Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim me iniciale KM, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjykata e rrethit gjyqësor Vlorë ka dënuar me 3 muaj burgim për veprën penale vjedhja. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me iniciale AK, 39 vjeç, banues në Vlorë, pasi është konstatuar nga shërbime duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Po nga këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale LG, 30 vjeç, banues në Vlorë, pasi duke kryer manovrën indietro në lagjen Lev Sallata. Ka aksidentuar shtetasin me iniciale PM, 29 vjeçe, dhe vajzën e saj të mitur 5 vjeçare, të cilat pas ndihmës mjekësore në spital janë larguar për në banesë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarand arrestuan shtetasin me iniciale LT, 67 vjeç, banues në Delvin, pasi është konstatuar nga shërbime duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu nga ana e specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, nisur nga disa pamje të publikuara në rrjetet sociale për rastin e dhunimit të një kafshe. U referuan materialet në prokurori për veprën penale keqtrajtimi i kafshës në ngarkim të shtetasit me iniciale LB, 21 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka goditur me thupër një kafshë të egër. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.